Partia Demokratike me finalizimin e këtij procesi vazhdon me të gjithë potencialin e saj misionin e rikthimit të votës së lirë të shqiptarëve dhe natyrisht rikthimin në pushtet, rotacionin e pushtetit. Kjo verë nxehtë në temperatura është edhe më nxehtë në rrafshin politik. Ndaj dhe le t'u shprehim ne nderimin më të madh atyre 10.000 qytetarëve që çdo natë luftojnë me diktaturën, me narkodiktaturën, ndër më të egrat dhe më të shëmtuarat në Europë dhe në botë. Të dashur miq, gjithçka zhvillohet sot në rrugë dhe sheshet e Tiranës është një betejë e kauzës më të drejtë që mund të ketë njeriu, është një betejë me njërin nga 3 armiqt më kryesor të tij, siç thoshte John Kennedy,